Tema e dytë për sot është implementimi i qarqeve me FPGA. Tash imagjino nëse je të ndërtu një pajisje e cila sot e ka një funksion caktuar, po nesër don që më ndryshu funksionin. Atëherë në vend që me kriju një chip triki me përdorë FPGA, i cili është një chip që mundet më rikonfiguru sa herë që të kena nevojë. Gjithçka ka me nis duke e implementu idenë me kod, zakonisht me VHDL ose me Verilog. Ky kod nuk është si programimi klasik, po veç ka me përshkru se si sillet qarku në një nivel hardware. Pasi e shkruan dizajnin, nuk e vendos direkt në chip, po fillimisht e simulon, i jep hyrje, shet dalet edhe ki me po se është qysh ke menuti që ka me funksionu. Nëse nuk është, atëherë hi me regullu para se mu bo reale. Pra simulimi është si një test para se qarku të ekzistonte fizikisht? Po, pikrisht. Tani pas simulimit vjen sinteza, këtu ku dyn ka mu shëndru në pjesë reale të FPGA, ku si LUT dhe regjistra, po i bjen që ideja është duke u shëndru në hardware. Më pas ka mu vendosë se ku kanë me qëndru pjesë të ndryshme të qipit, edhe si kanë mu lidhë mes vete. Në FPGA ka shumë ndërlidhe të brendshme edhe software-i ka rrugë ma efikase ka mi zgjedh për shpejtësi dhe për performancë. A ndikon kjo drejt për drejt në shpejtësinë e qarkut? Po, shumë se i bjen që rrugë ma shkurtra ka me pas, qarku ka me konë sa ma i shpejt. Në fund ka mu kriju një skedar me emrin Bitfile, ku ky skedar ka mi tregu FPGA se si ka mu konfiguru, edhe kur Bitfile ka mu dërgu në FPGA, shëndrohet në qarkun që ti ke dizajnu. Pra me të njëjtin chip mundesh me bëu funksione ndryshme. Po, pikërisht. Kjo është domethënë fuqia e FPGA, fleksibilitet, shpejtësi dhe mundësi për me kthy një ide në hardware që mos me fillu gjithçka pi fillimit.